Këtë të premte u prezantua Ministri i ri i Infrastrukturës dhe Energjisë, i betuar paraditën e kësaj të premte në presidencë Enea Karakaçi. Në fjalën e tij, Karakaçi tha se e ka të qartë vizionin, qasjen dhe detyrën e tij të re, teksa shprehu bindjen për të çuar përpara sfidat e këtij sektori. Jam shumë i qartë për sa i përket vizionit, qasjes, objektivave dhe çfarë kërkohet nga kryeministri, por dhe nga qytetarët për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Jam i bindur që në bashkëpunimin tuaj, të gjithë stafit të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, institucioneve të varësisë së Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, do ja dalim që të çojmë para sfidat, të arrijmë atë çfarë qytetarët kërkojmë nga ana juaj, nga ana jonë, por edhe të bëjmë dhe të përmbushim detyrat në cilësinë e duhur. Ta përmbyll me një falënderim për kryeministrin e vendit, zotin Edi Rama, i cili më ka besuar në këtë detyrë, grupin e Partisë Socialiste, i cili po ashtu më ka votuar ditën e djeshme, dhe një falënderim i veçantë për ju, zonja zëvendës kryeministre, për gjithë rrugtimin që kemi bërë bashkë, për mbështetjen tuaj gjatë gjithë detyrave në karrierën time gjatë rrugtimit tonë. Karakaçi vendos në krye të Ministrisë së Energjisë dhe Infrastrukturës pas shkarkimit të Ballukut gjatë mbledhjes të grupit parlamentar disa ditë më parë, ku kryeministri Edi Rama njoftoi ndryshimet e reja në kabinetin qeveritar.